Presidenti Bajram Begaj ka reaguar lidhur me kërkesën e opozitës sipas së cilës pas paralajmërimeve nga SBA për rrezikun e sulmeve iraniane në territorin shqiptar duhet të mblidhet me urgjencë Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Kërkesa u artikulua në kuvend fillimisht nga Fatmir Mediu dhe më pas edhe nga deputet të tjerë të opozitës, që e konsideruan sigurinë kombëtare jo ekskluzivitet të kryeministrit apo ministrave të veçantë, por të Këshillit që drejtohet nga Presidenti i Republikës. Dua t'i kujtoj kryeministrit që çështjet e sigurisë kombëtare nuk janë ekskluzivitet as i ministrisë as i kryeministrit, është Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Unë i kërkoj presidentit që të thrasë urgjentisht Këshillin e Sigurisë Kombëtare, tha Mediu, kërkesë që u mbështet edhe nga opozita në tërësi. Në reagimin e presidencës thuhet se Presidenti i Republikës është në kontakt të përditshëm me institucionet e Këshillit të Sigurimit Kombëtar dhe informohet prej tyre për çdo situatë dhe skenar, si edhe për të gjitha masat që merren në kuadër të protokolleve të sigurisë. Ambasada amerikane lidhur me paralajmërimin e shpërndarë zyrtarisht një ditë më parë, ku thuhej se grupet të lidhura me Iranin mund të shënjestronin vendin tonë, në një reagim mediatik tha se po bashkëpunojmë ngushtë me autoritetet shqiptare për të vlerësuar situatën dhe për të zbutur rreziqet e sigurisë. Ndërkohë, të paktën 3 ministra, Besfort Lamallari, Ermal Nufi dhe Ferit Hoxha, kanë minimizuar alarmin e dhënë nga SBA, duke deklaruar se nuk ka informacione për akte sulmesh. Por në anën tjetër raportohet se antiterrori ka shtuar masat e sigurisë, veçanërisht pranë selive diplomatike, por edhe pranë kampit ku strehohen mujahedinët e Mek. Presidenti i Republikës është në kontakt të përditshëm me institucionet e Këshillit të Sigurimit Kombëtar dhe informohet prej tyre për çdo situatë dhe skenar, si edhe për të gjitha masat që merren në kuadër të protokolleve të sigurisë. Presidenti i Republikës ka konstatuar se të gjitha institucionet relevante janë vigjilente dhe në ndjekje të plotë të situatës. Mekanizmat ekzekutiv të sigurisë janë aktiv dhe funksional. Gjithashtu presidenti i Republikës ka konstatuar se bashkëpunimi institucional dhe ai me partnerët e huaj ndërkombëtar është në nivele teje të larta. Presidenti vijon komunikimin me institucionet përgjegjëse për sigurinë publike dhe kombëtare, të cilat janë në koordinim dhe bashkërendim të vazhdueshëm me partnerët tanë, si edhe në krye të detyrës për përmbushjen e detyrimeve të tyre kushtetuese dhe ligjore, thuhet ndër të tjera në reagimin e Presidentit të Republikës.